Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij para socialistëve theksoi se opozita refuzon të pranojë realitetin dhe faktet, duke i quajtur ata humbës kronik. Kryesocialisti nuk la pa ironizuar opozitën, e cila pasi humbi zgjedhjen, hedh akuza për vjedhje dhe manipulime. Tjerët nuk duan ta pranojnë realitetin e fakteve. Kjo i ka bërë ata humbës kronik. Ata janë futur prej vitesh në spiralen e një lufte absurde me faktet dhe jetojnë në një univers paralel ku Shqipëria që përparon është thjesht propagandë, shumica e shqiptarëve janë të blerë, ndërsa ndërkombëtarët janë pothuajse të gjithë të shitur, vendin e drejton krimi, ndërsa zhvillimin e financon droga. Zgjedhjet i fitojnë ata, gjithnjë më thellë, ndërsa ne i vjedhim gjithnjë më shumë. Universi i tyre paralel është mbushur me thas, rresht të zeza që derdhin nga do shiun e votave të vjedhura, zarfa votash që mësyn nga të katër anët si tufa zoq prej letre. E vërteta është që ne s'kemi asnjë zhgënjim këtu. Avazi është i njëjti, fiks siç e kemi ditur dhe siç e prisnim dhe siç e paremërova unë me precizionin e atij që tregon një film që e ka parë 10 herë. Rama u shpreh se teksa Partia Demokratike e hidhte fall, Partia Socialiste punonte për fitoren e zgjedhjeve. Në çdo territor dhe në diasporë, përmes një volumi të jashtëzakonshëm takimesh dhe kontaktesh njerëzore, të cilat sollën dallgën e 11 majit. E rikthyer si një doruntin në një version satirik të legjendës, mbi samarin e listës mbyllur të mushkës gërmuqet partisë, Josefina e vajtonte një ditë pluralizmin me lotët rrëke mbi një grup zarfash të ardhur nga Greqia drejt Beratit, ku Partia Socialiste kishte marrë mbi 90% vota. Vdiq, thoshte, vdiq pluralizmi. Na e vran, na e prem pluralizmin. No comment, iku cofi pluralizmi. Vdiq kuku e mjera unë të mjerët ne për pluralizmin dhe lotët vu çurk. Kur ne bënim këto, Josefina ishte ende në humbtirat e syrgjynit politik, duke qëmtuar në filxhan fatin, që në fund doli fati lum si ai i rikthimit të doruntinës. Kryeministri Rama u shpreh me nota ironie ndaj opozitës, po ashtu edhe për kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. Dhe gjithsesi kjo katandisje keq e më keq e asaj që lindi si partia e rinisë shqiptare, për liri dhe demokraci dhe që sot është bërë uturaku i një 80 e ca vjeçari të pashpres, non grata me vull dhe non grata me vot, nuk është as zgjedhja jon dhe nuk është as problemi ynë për zgjidhur. Na u desh muajt e fundit të merremi me atë uturak madhështor për arsyet e pashmangshme të ballafaqimit zgjedhor, që personalisht shumë sinqerisht unë e bëra vetëm nga halli, dhe as pak nga malli kur i thon fjalës, por tani le t'i lëm në Lucën, ku llokoqiten prej 12 vjetësh dhe ku do vazhdojnë të llokoqiten duke u zhytur poshtë e më poshtë dhe duke humbur fillin keq e më keq. Ne nuk duhet humbasim energji dhe kohë me ta. Kreu i qeverisë fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, e cilësoi si fryt i punës së socialistëve.